Përshëndetje miqtë e mi të vegjël, mirë se erdhët në emisionin Fëmijët tanë. Si çdo fundjavë, edhe këtë shtunë do t'jemi së bashku me ju shikus të dashur në shtëpitë e juaja të ngrohta. Sot në studio kam disa talent të shkollës fillore Femia Agani, ku ata kanë shpreh dëshirë që t'i shpalosin talentet e tyre, sukseset që ata i kanë kaluar gjatë shkollimit të tyre. Dhe unë me shumë kënaqësi dua që t'i njoh fëmijët secilin prej tyre, duke filluar nga djali që e kam këtu për krah. Përshëndetje zemër, si quhesh? Unë quhem Gjem Hoda, jam në klasën e 5 dhe mësuesja ime është Pranvera Ballata. Shumë bukur zemër, dhe ti çfarë na ke përgatitur për emisionin ton? Këto janë fotot e shfaqjes Gjugji Meliuk, kemi performuar në shkollë dhe në Pallatin e Kulturës në Gjakov Asim Bokshi. Ne me shfaqjen Gjugji Meliuk kemi konkurruar me shfaqje të klasave të tjera të shkollës tonë Femia Agani. Kur kemi performuar shfaqjen në skenë, unë kam qenë shumë i emocionuar dhe kur e përfunduam shkuam në klasë. Por mësuesja erdhi pak më vonë dhe na dha informacionet se ne ishim zgjedhur si shfaqja më e mirë në shkollën tonë. Të gjithë ne ishim shumë të gëzuar. Po ashtu kemi konkurruar edhe në Pallatin e Kulturës në Gjakov Asim Bokshi. Këtu kisha edhe më shumë emocione se në shkollë, sepse ishte në Pallatin e Kulturës dhe kur përfunduam morëm shumë dorë trekitje. Pak më vonë, mësuesja na tha se edhe këtu ishim zgjedhur si shfaqja më e mirë. Të gjithë ne ishim shumë të gëzuar. Shumë bukur, më vjen mirë. Kaloja shoqës mikrofonin. Përshëndetje zemër. Përshëndetje, unë quhem Premtesa Berisha, jam nxënëse e klasës së 5 dhe mësuesja ime është Pranvera Ballata. Shumë bukur, dhe ti sot çfarë na ke sjellur në emisionin tonë? Në klasën e parë kemi shkuar në Shqipëri dhe në shkollën e Lipodrimja, në Baramcur kemi shfaqur dramën fituese Gjugji Meliuk. Edhe pse të vegjël, ishim shumë krenar të lumtur që po përfaqësonin qytetin tonë Gjakovën në Shqipëri. Pasi shfaqëm dramën me sukses, pas shumë duartukitjeve, drejtoresha e shkollës na ftoi për një vizitë në qytet. E kujtoj gjatë rrugës me autobus, unë e kam kënduar këngën Ty Flamur. Pastaj prap me 27 nëntor, në shkollën tonë shfaqim një program recital për festën e flamurit. Të gjithë kemi veshur rroba kombëtare. Skena ka qenë shumë e bukur nga mësuesja Pranverë. Unë me Edenën kemi qenë duke përkundër djepin, Ilbrina duke qëndesur flamurin, Roni dhe Ogreni mbanin flamujt e ngritur në shtiza. Emocionet ishin shumë të mëdha nga duartukitjet e shumta të publikut. Shumë faleminderit, një duartukitje për shoqen. Kaloja shoqë mikrofonin. Përshëndetje zemër, si quhesh? Unë quhem Artur Krezio, jam nxënës i klasës së 5 dhe mësuesja ime është Pranvera Ballata. Shumë bukur, dhe ti çfarë na ke sjellur sot? Unë do të flas për këto fotografitë këtu. Me 1 dhjetor të vitit 2017 kemi qenë mysafir në Derë në mitingun e poezisë të 53. Hapi pak lutem fotografin që ta shohim të gjithë, shumë mirë. Në Pallatin e Kulturës Asim Bokshi. Këtë recital e kemi recituar edhe në shkollë. Kishte shumë publik. Ishte edhe kryetari i Gjakovës dhe ambasadori i Shqipërisë. Shumë bukur. Sa shumë që na kanë duar trokitur, sa të vegjël që ishim. Pastaj, me 4 maj të vitit 2018, ka qenë festa shkollës sonë Femia Agani. Ne aty kemi bërë kërcime. Vajzat e klasës sonë kanë bërë kërcim balet, kurse ne jam kërcim modern. Ajo ditë ka shkuar për mrekulli. Më vjen mirë. Përshëndetje zemër, si quhesh? Përshëndetje, unë quhem Liburna Zëmberi, jam nxënëse e klasës 5 dhe mësuesja ime është Pranvera Ballata. Shumë bukur, dhe ti çfarë na ke përgatitur? Ja, këtu janë fotografitë në festën e abëtarës dhe dita e Paqes. Me 5 shtator të vitit 2018 ka qenë dita festa e abëtarës. Ka qenë dita më e bukur e klasës së parë. Kemi veshur rroba që na ka dhënë mësuesja jonë e dashur. Dhe të gjithë kemi recituar dhe kemi shprehur nga një dëshirë. Ishte një organizim i jashtëzakonshëm që kam na mbet kujtim tër jetën. Pastaj me 21 shtator të vitit 2018 ka qenë dita e Paqes.
Në ditën e poqes, si me veshur të gjithë njësoj, edhe me pantolona të zi, me bluzë të bardha, me kapele të bardhë. Arsye pse me veshur me të bardha, ka qenë sepse ngjyra bardhë simbolizon poqen. Dhe kemi bërë një xhiro rreth shkollës me gjitha tona që i kishim mbaruar vetë. Shumë faleminderit. S'ka përse. Përshëndetje. Përshëndetje. Si quhesh zama? Unë quhem Edena Xarxa, jam nxënëse e klasës së 5 dhe mësuesja ime është Pranvera Ballata. Shumë bukur dhe ti, çfarë do të na thuash sot për emisionin tonë? Sot unë do të prezantoj disa nga dramat që i kemi bërë. Me 20 tetor në morëm ftesë si Mustafir Nderi në mitingun e poezisë, ku kishte të ftuar shumë shkrimtarë të njohur. Aty disa nga ne recetuan vjersh, kurse disa të tjerë kënduan, dhe në fund morëm disa libra si dhuratë. Me 20 nëntor, për ditën tërkombëtare të drejtave të njerëzit, ne shfaqëm dramën 3 fluturat në shkollën tonë Femea Gani. Para të gjithë nxënësve dhe prindërve tanë, ishte një emocion shumë i veçantë, ku të gjithë na përgëzuan për punën dhe vullnetin tonë. Shumë faleminderit. Përshëndetje, si quhesh? Përshëndetje, unë quhem Robin Dylazeka, jam në klasën e 5 dhe mësuesja ime ka emrin Pranvera Ballata. Këtu do t'ju shfaq çfarë kemi bërë. Në 27 nëntor në 2019, prandaj në 28 nëntorin në shkollën tonë Femea Gani ishte organizuar një program festiv të shfaqin recitimet të tyre klasët. Mësuesja jonë ka përgatitur një recitim të bukur dhe është kujdesur shumë për shfaqjen dhe veshjet tona. Ne e kemi shfaqur që ka marrë shumë duar trogitë nga mësueset, prindërit dhe Mustafir. Po ashtu me 28 nëntor 2019 në Pallatin e Kulturës ishte organizuar që të gjithë shkollat të shfaqin dramet e tyre. Mësuesja jonë ka përgatitur dramen 3 flutura. Unë e kam pasur rolin Kërpurdhja dhe mësuesja ka përcaktuar rolin të gjithëve nga personaliteti i vet. Ne kemi shfaqur atë, po kam pasur emocione, por kena kaluar me sukses dhe kemi marrë shumë duar trokitje. Shumë faleminderit. Përshëndetje, zama. Përshëndetje, unë quhem Noela Rugova, jam nxënëse e klasës së 5 dhe mësuesja ime është Pranvera Ballata. Këtu kam përgatitur disa foto që jemi për festën e pavarësisë për 28 nëntorin dhe me 17 shkollë. Me 28 nëntor 2018, për 28 nëntorin, unë mora pjesë në recitalin që u mbajt në Pallatin e Kulturës Asim Vokshi. Unë kisha emocione të bukura, sepse në kokë mboja plisin e bardhë, kisha të veshur një këmishë të zezë dhe në krahë mboja një flatur të kuqe të zezë. Kështu si unë, ishte edhe gjysma tjetër shoqja ime. Ne së bashku formuam simbolin e flamurit tonë kombëtar. Ne vallëzonim e këndonim ashtu si që kishte mësuar mësuesja jonë. Në fund të kësaj, publiku na ofroi dorë trokitja të madhe. Atëherë ne ishim për 3 vite me të vegjël. Po ashtu, unë mora pjesë në recitalin që u mbajt në shkollën tonë me 15 shkollë 2019. Sigurisht që zemra më ishte hapur, sepse aty kishte shumë ngjyra si verdh, kaltërt e bardhë si ishin veshjet tona. Këto ngjyra simbolizojnë flamurin e shtetit tonë Kosovës. Secilin recitalin na kishte organizuar mësuesja jonë e klasës. Secilin nga nxënësit e klasës kishim nga një pjesë të recitimit që kushtoi vendit tonë të artë Kosovës. Shumë faleminderit. Përshëndetje. Përshëndetje, unë quhem Aja Mula, jam nxënëse e klasës së 5 dhe mësuesja ime është Pranvera Ballata. Shumë bukur. Dhe çfarë na ke sjellur sot? Sot do të flas për ditën botërore të poezisë dhe ditën e librit. Me 21 mars të vitit 2019 për ditën botërore të poezisë, pasi u shpërbleva me recitimin më të mirë të klasës, pata kënaqësinë të jem pjesëmarrëse në programin e poezisë
që u mbajt në sheshin Ali Podrimja. Ishte një ndjenjë e jashtëzakonshme, ku ne patëm rastin të argëtohemi me aktivitete të ndryshme. Po ashtu edhe me 23 prill të vitit 2019, për ditën e librit, unë dhe disa nxënës të klasës patëm mundësinë të vizitojmë bibliotekën e qytetit tonë Ibrahim Rugova, ku dhe dërguam edhe nga një libër që ta pasurojmë edhe më shumë bibliotekën dhe recituam poezi të ndryshme. Faleminderit. Përshëndetje, unë quhem Morena Dibrani, jam në klasën e 5 me mësuesen Pranvera Ballota. Unë do t'ju tregoj për dramat që i kemi bërë. Me 13 qershor ka qenë dita e paqes dhe kemi organizuar një marsh të cilin bashkë me mësuesen tonë e kemi quajtur Marshi i Paqes. Kemi ecur nga shkolla deri tek sheshi i Nënë Terezës të veshur me bluza të bardha. Unë dhe disa shoqe përformuam një kërcim me rroba të miniazve. Të gjithëve ju ka pëlqyer kërcimi sepse kemi pasur akrobacione dhe kemi marrë shumë duar trokitja për krah nga publiku. Po ashtu, me 22 tetor kemi shfaqur një dram në shkollë që quhet Pipi Çorap Gjata, ku kanë qenë të gjithë personazhet e përrollave si Borborvja dhe Shtat Xhuxhat, Mbreti, Hirushja, Peter Pani, unë Tringëllima e të tjera. Mësuesja na ka përshtatur neve me këto personazhe dhe këtë dramë kemi punuar një kohë të gjatë dhe jemi shpërblyer me çmimin e parë. Shumë bukur. Unë jam Oriuka dhe jam nxënës i klasës së 5. Mësuesja ime është Pranvera Ballota. Dhe çfarë na ke sjellur sot? Unë e kam sjellur Pipi Çorap Gjata në gara komunale dhe Pipi Çorap Gjata në teatrin amator e Minduroku. Pasi fituam vendin e parë në shkollë me shfaqjen Pipi Çorap Gjata dhe personazhet e përrollave, ne ishim të ftuar në garat komunale. Të gjithë këtë dramë na kishte përgatitur mësuesja jonë me të gjithë rolet tona, me rrobat tona dhe skenografin. Ne ishim shumë të kënaqur me skenografin tonë, me rolet dhe me rrobat tona. Pa dyshim që ne merituam që të fitojmë me vendin e parë. Ne ishim shumë të gëzuar. Shumë faleminderit. Me qenë se fituam garat komunale, ne ishim të ftuar në teatrin amator e Minduroku në Prishtinë të shfaqim dramën tonë, në të cilën publiku na mirëpriti me duar trokitje. Shumë bukur. Kaloja shokut mikrofonin. Përshëndetje zemër, si quhesh? Unë quhem Ajan Skevjani, jam nxënës i klasës së 5 dhe mësuesja ime quhet Pranvera Ballota. Shumë bukur. Dhe ti a ke ndonjë dëshirë apo ndonjë pasion se kur të rritësh çfarë dëshiron të bëhesh zemër? Unë dëshiroj të bëhem një mjek në Gjermani, të mjekoj njerëzit të tjerë dhe pacientët e mi. Shumë bukur, ju falenderoj shumë edhe uroj që sukseset e juaja të vazhdojnë edhe në vitet tjera të shkollimit tënd. Dhe më duket më herët një vajzë më kërkoi që dëshiron të na e prezantoj një dramë, apo? Dhe drama si quhet? Kaloja shoqës mikrofonin, lutem. Drama që do ta përgatisim ne në studio quhet Pipi Çorap Gjata. Mirë, atëherë do t'ju ndjekim. Po ti, kush je? Po ti, kush je? Unë jam Barbardha. Stënjo. Kurse unë ty po, ti e Peter Pani, më trego sekretin se si fluturon të fluturoj dhe unë. Largohu nga unë, ti qenë ke fëmi. Po, Peter, pas ke ardhur?
Një duar të përpje. Miqtë e mi të dashur, tani do t'i ndjekim dy fëmijë të cilët do të na e prezantojnë një poezi të shoqëruar nga violina. I ftojmë nxënësit që të na e recitojnë. Urdhëroni. Kosova, bia e Shqipërisë, sa vonë feston ditën e pavarësisë. Ditë e rëndësishme për kosovarët që e festojnë të gjithë shqiptarët. Sa gjak shqiptar jo der për këtë vend, vetëm e vetëm që të kemi këtë shtet. Sa shumë bërë që kemi ndaj dëshmorëve, jo ngrihemi në këmbë të gjithë heronjve. Kosovë, ti bie e Shqipërisë, urime të qoftë dita pavarësisë. Bravo, shumë faleminderit. Pra, miqtë e mi të dashur, erdhëm në fund të emisionit Fëmijët tanë, ku ishim me nxënësit e shkollës fillore Femia Agani, ku besoj se ju do të dëllni të kënaqur me përgatitjet e këtyre engjëjve dhe do të takohemi sërish të shtunde në ardhshëm në ora 11:30. A bën mi thonë edhe na një përshëndetje? Po, veç urdhëro zemër. E falenderojmë shumë të vësyren dhe të të rezarten për ftesën. Faleminderit edhe ju që ishit pjesë e emisionit tonë. Shihemi të shtunde në ardhshme. Miru pafshim!